Çamëria Heshtja që vret është botimi i radhës i studiuesit Hyq Mexane, që sjell me këmbgulje përpjekjet e atletarëve shqiptar të Çamërisë kundër shpërnguljes me dhunë të popullsisë. Është një detyrim i madh. Origjina na thret. Çamëria është gjallë. Çamëria jetojnë trashëgimtarët e saj të ardhur nga Çamëria dhe ekziston jo sot, po nga lashtësia. Një njeri mund ta largosh nga shtëpia, po shtëpinë nuk e heq dot nga mendja dhe nga zemra. Pra ne Çamërinë nuk mund të na heqë askush. Libri vjen si një përmbledhje me artikuj të botuar e të pabotuar të autorit me origjinë nga Filati, për të rikujtuar tragjedinë e të parëve nëpërmjet fakteve, dëshmive dhe rrëfimeve të mbijetuarve. Përshkrimi i ngjarjeve dhe analizimi i shkaqeve në kontekstin historik drejton gishtin tek ata që organizuan, urdhëruan dhe kryen krime tragjike dhe genocidin kundër të parëve tanë. Çështja e Çamërisë nuk është çështje as e shoqatës Çamëria, as e partisë që përfaqëson këtë komunitet. Është çështje kombëtare. Dhe fatkeqësisht kur flitet për çështjen kombëtare ende dhe sot, ajo ngushtohet vetëm tek çështja e Kosovës. Për Zanen, historia çame duhet shkruar e rishkruar, jo vetëm mbi burime të njohura, por dhe mbi burime të reja të munguara më parë. Autori flet për të kaluarën tragjike dhe për të sotmen e shqiptarëve trashëgimtar çam, plot probleme dhe padrejtësi.